Secili prej personave që ka informacion në lidhje me personat e zhdukur është i obliguar që të paraqet rastin në polici. Për shkak se ka dhe persona të tjerë të cilët kanë mujt me qenë të përfshirë në procesin e zhdukjeve të mbretjeve martore, të varrimit e tjerë. Sa është e rëndësishme që njerëz të tjerë që mujt me qenë dëshmitar rrethanor mu paraqit në prokurori. Pra, po flasim këtu në rast se dikush ka punu në mirëmbajtjen e qytetit dhe ka pas për obligim me varros njerëz prej spitalit, ose ka punu në transport pastrim qytetit dhe është obliguar me fship hapësira të caktuara. Secili prej personave që ka informacion në lidhje me personat e zhdukur është i obliguar që të paraqet rastin në polici. Së pari është i obliguar me ligj. Pastaj, nëse ka informacionet e tilla të cilat mujnë me ndihmu në cilësinë e dëshmitarit, është shumë e rëndësishme që ta prezantojnë ato në polici. Mundet një person cilin ju apostrofut me thënë që unë në periudhën e luftës kam qenë ngarkuar me këtë punë dhe kam kryer varrosje ose zhvarrosje në filon lokacionin, në filon qytetin. Ajo është shumë e rëndësishme për neve që na pastaj me mujt me vepru në terren. Për shembull, ju marr një rast konkret, një nga dëshmitarët që ka qenë shumë i rëndësishëm ka qenë në rastin e Izbicës, cili është përfunduar tash shkallë parë dhe ishte dëshmitari okular cili kishte marrë pjesë në varrosjen e viktimave. Ai nuk dinte asgjë në lidhje me vrasjet që kishin ndodhur atë ditë, po dinte çdo informacion pas momentit të vrasjes dhe na lehtësonte shumë neve si në identifikimin e viktimave, si në pjesën që ai kishte pa, qoftë gjendjen e viktimave ose forma tjera. Kështu që çdo detaj është i rëndësishëm. Këta njerëz që kanë mujt me qenë pjesë e procesit të zhvendosjes së trupave, të varrosjes së tyre etj, kanë një frikë. Supozohet që kanë një frikë për shkak se mendojnë që ata kanë përgjegjësi penale në këtë punë. A mund me qenë persona që nuk kanë përgjegjësi penale këta njerëz, mirë po veç shndrohen në dëshmitarët prokurorisë? Përgjegjësia penale nuk merret automatike. Jo patjetër secili prej tyre që është marrë me këto aktivitete gjatë periudhës luftës ka përgjegjësi penale. Përgjegjësia penale trajtohet në një kënd vështrim tjetër. Në rast se ai ka qenë pjesëtar i forcave policore dhe ka qenë ose një grupacioni të caktuar dhe vullnetarisht ka marrë pjesë në këto aktivitete. Në rast se ka qenë i civil i zakonshëm dhe raste të tilla ne kemi pas në raste që kemi trajtuar deri tash, për shembull në rastin e fundit kam pas 2 civil qytetarë nga komuna e Istokut, të cilët kanë ardhur në cilësinë e dëshmitarit dhe kanë treguar se si i panderi i ka obliguar të merr disa trupa nga ky vend dhe t'i dërgojnë në vendin tjetër. Dhe ai është i lirë, vazhdon mos të jetë i arrestuar sepse ne nuk kemi vërtetuar qëllimin kriminal të tij në raport me veprimet që i ka kryer. Kështu që të gjithë qytetarët që kanë pas kësaj lloj roli gjatë kohës së luftës nuk kanë nevojë të frigohen. Mjafton të paraqesin rastet në ato situata sepse qëllimi është t'i gjejmë të zhdukurit. Procedura penale nuk fillohet ndaj tyre përjashtimisht nëse kanë qenë të veshur në uniformë ose në formë tjetër. Supozohet që këta njerëz i përkasin etnive që i kanë kryer krimet, pra në secilën situatë ata mund me qenë persona të një etnie të caktuar, a mendon që mrin nuk bind këta njerëz edhe me i ndaj informacionet. Edhe pse është e rëndësishme këta njerëz mos me flajt, thjesht mos me bë gjumin pa e denoncuar situatën. Tani pjesa e gjumit është domethënë ajo sfida personale që ka individi me çështjet që është marrë. Por në aspektin procedural dhe ligjor, ne kemi pas raste të tilla dhe në të 2 rastet dëshmitarët kanë qenë në komuniteteve tjera, jo shqiptare, dhe kanë ardhur në gjykatë dhe kanë raportuar për të gjitha detajet se si. Shihet që ka një hezitim në kuptim të deklarimit vullnetar të tyre, po sa herë që prokuroria dhe policia i ka ftuar në lidhje me deklarimet e tilla, ata janë paraqit dhe kanë ofruar deklaratën e tyre. Tash për çështje operacionale, këta njerëz nëse dëshirojnë e shohin emisionin, dëshirojnë me ndaj informacione, pra kanë qenë pjesëtar të pastrimit, kanë qenë pjesëtar që janë marrë me bartjen e trupave, dinë që dikush ka bartë trupa ose dinë për lokacionet. Qysh mund me kontaktu dhe a mbrohet identiteti i tyre, pra a kanë rrezik fizik që mund me pas pasoja? Për
Kjo pyetje shumë e vendë është mirë me informu qytetarët që kushdo që ndihet i kërcënuar mund të mbrohet gjatë procedurës penale, ose cilës do procedurë që ne zhvillojmë në lidhje me krimet e luftës. Mjafton që ta kontaktojnë policinë e Kosovës, ose mjafton që të kërkojnë takim drejt për drejt me mua, ose me cilin prej 5 prokurorëve që jemi në Departamentin e Hetimit të Krimeve të Luftës në Prokurorinë Speciale. Ne do t'i pranojmë në zyre dhe do t'i dëgjojmë. Nëse informacioni që ofrojnë është i saktë dhe është kredibil dhe ata deklarohen që mund të ndihen kërcënuar, kodi i procedurës penale dhe ligji për mbrojtjen e dëshmitarëve parashën një mori masash, cilat mund t'i aplikojmë në mënyrë që t'i mbrojmë këta dëshmitarë. Për shembull, në rastet e dhunës seksuale, që është rastet më të shpeshta ku aplikojmë masat e mbrojtjes, janë mbrojtja e anonimitetit, dëshmitari është i mbrojtur në kuptimin e identitetit të tij ose dëna personale të tij. Kjo forma e parë. Forma e dytë është edhe mbrojtja fizike. Në rast se paraqiten situata të tilla ku dëshmitari ndihet i kërcënuar lidhe me informacionin që ka dhënë në raport me krimet e luftës, ne kemi mekanizma të ndërtuar dhe funksional, cilët i ofrojnë mbrojtje fizike varësisht për situatës që adresohet.